Kemi parë që s'ka pasur reflektim prej këtyre partive opozitare. Jam shumë kurioze me ditë këto lloj pyetjesh a ja bëni partive opozitare dhe të pyesni nëse ata kanë vetëm një veprim të vetmin që shkojnë drejt zhbllokimit të situatës. Edhe sot e pam veprimin e radhës, absurditetin e radhës të partive opozitare në kuvend, cilat nuk morën fare pjesë në votim në formimin e komisionit i cili e mundson votimin e fshet. Njëjtë si vepruan para disa javësh kur nuk votonin raportin verifikues të komisionit për verifikimin e mandateve, që bllokoi për disa seanca me radhë procesin e ecjes tutje, njëjtë bën dhe sot, pra njëjtë siç kanë bërë dhe për shumë seanca radhazi duke vazhduar bllokadën e konstituimit të kuvendit, ndërkohë që e kemi parë që vazhdimisht i kanë arsyetime të njëjta, por ne siç kemi qenë në fillim jemi dhe sot të gatshëm që t'i përgjigjemi kërkesës për votim duke votuar pro këtij formimi të këtij komisioni, sepse mendojmë që shumë e rëndësishme që të dalim nga kjo bllokadë dhe të ecim tutje me konstituimin e kuvendit fillimisht dhe pastaj dhe kalimin në procedurat e radhës. Kemi parë që s'ka pasur reflektim prej këtyre partive opozitare, pra cilat po vazhdojnë ta bajnë edhe më tutje qëndrimin e tyre të njëjtë sa i përket mos pjesëmarrjes në votim fare, meqense e dim që kjo madje nuk përkon fare as me atë çfarë thuhet edhe në aktvendimet e gjykatës kushtetuese, pra kur decisivisht kërkohet prej deputetit që në këtë proces konstituimi duhet të ketë qëndrim dhe marrje pjesë në votim, dhe janë pikërisht këta deputet të këtyre partive politike të cilët zgjedhin të mos marrin pjesë fare në votim dhe të kontribojnë edhe më tej në vazhdimin e kësaj bllokade që tashmë për javësh është krijuar në kuvend. Pra, unë nuk mendoj që është problemi tek emri i cilin po e propozon lëvizja vetëvendosje, unë mendoj që kjo është vetëm një arsye për cilën pas së cilës po qëndron opozita duke thënë që ne nuk e votojmë zonjën Haxhiu dhe si rezultat nëse po doni të ecim përpara ndryshojeni emrin. Po, ne nuk mund të futemi në këto lloj kërkesash të partive opozitare, sepse jemi subjekti që ka fituar zgjedhjet e 9 shkurtit me 42% dhe e kemi të drejtën ekskluzive për të propozuar kandidatin që ne brenda organizatës dakordohemi që të jetë ky kandidat që në këtë rast është zonja Haxhiu. Kështu që nuk mendoj që kjo është arsye për të thënë që ju po kërkoni nga ata të tërhiqen, po s'po tërhiqeni vetë, sepse madje kemi parë që partitë opozitare, në këtë rast PDK-ja vazhdimisht ka thënë, ka shtuar listën e personave të cilët ata nuk janë të gatshëm t'i votojnë, që do të thotë që nuk është problemi tek zonja Haxhiu, thjesht problemi është që ata nuk po duan të ecin përpara me konstituime të mbrijnë deri tek procedurat e tjera, sepse thjesht po duan ta mbajnë edhe më tej të bllokuar institucionin më të rëndësishëm vend, duke mos marrë pjesë fare në votim dhe duke vazhduar arsyetimet e njëjta për javë tashmë, në vend se tashmë të votonin dhe të ecnin përpara dhe vendi të kishte edhe institucionet funksionale. Këto nuk janë akuza, nëse ju ishin si të tilla, këto nuk janë akuza, janë thjesht është realiteti me cilin po përballemi për javë tashmë, pavarësisht që dikush prej jush edhe mund t'i shohë si akuza, ne thjesht po e shpërfaqim një realitet cilin po mundohet ta e shtrëngroj vazhdimisht pikërisht nëpër këto foltore përfaqësuesit e partive opozitare në kuvend. Sa i përket asaj se çfarë kemi bërë ne, ju e dini që vazhdimisht ka pasur ftesa në drejtim të partive për të parë mundësinë për të zgjetur një kompromis në mënyrë që të ecin përpara, edhe para thirrjes për konstituim, por edhe gjatë kësaj periudhës kur jemi në përpjekje për të konstituar kuvendin e Kosovës, kemi pasur vazhdimisht kërkesa ndaj dy subjekteve politike, PDK-s dhe LDK-s, sepse këto dy subjekte politike do të kenë përfaqësim me nënkryetar në kryesinë e kuvendit dhe kemi menduar që bashkarisht edhe mund të diskutojmë për mënyrën se si të dalim prej kësaj bllokade që prej tyre është krijuar, por ju jeni dëshmitar dhe dini cila ka qenë përgjigjja e tyre dhe sa kanë qenë ata të gatshëm të jenë bashkëpunues sa i përket zhbllokadës së situatës, edhe që vazhdimisht ka qenë e njëjta kërkesë dhe vetmja kërkesë ndrimi i emrit të kandidatit, por nuk besojmë, vazhdojmë edhe më tej të besojmë që ky nuk është problemi, vetë se edhe vetë partitë opozitare janë të vetëdijshëm që ky nuk është problemi, pra emri i kandidatit që është propozuar prej lëvizjes vetëvendosje nuk është arsyeja pse kuvendi është duke mbetur i bllokuar, arsyeja pse kuvendi po vazhdon të mbetet
i pa konstituar është pikërisht sepse këto parti opozitare po duan të vazhdojnë ta mbajnë këtë situatë si të tillë, duke mos marrë pjesë fare në proces të votimit. Pra ne kemi bërë disa hapa, jo një, jo dy, por disa hapa radhazi dhe nuk kemi marrë përgjigje pozitive për këtyre partive politike, të paktën shohim që kanë një gatishmëri të kontribojnë në zhbllokim situatës. Është e vërtetë që kemi fituar 48 mandate, por mos harrojmë edhe një gjë që konstituimi i kuvendit nuk është vetëm përgjegjësi e partisë fituese, është përgjegjësi dhe barë e secilit deputet që është pjesë e kuvendit Kosovës dhe e secilës parti politike që përfaqësohet brenda këtij kuvendi. Nëse flasim për krijimin e qeverisë, atëherë po pajtohem që është përgjegjësi ekskluzive e vetëvendosjes për të bërë numrat. Po kur jemi tek çështja e kryesisë e konstituimit të kuvendit, kryesia e kuvendit nuk përbëhet vetëm prej deputetëve të vetëvendosjes, pra ka deputet edhe të partive të tjera politike, që të thotë që është përgjegjësi e secilit prej nesh pa dallim që të arrijmë një kompromis dhe të ecim përpara. Apo shoh gjatë 40 orëve që kaluan, konkretisht a mund t'i numëroni 3 veprime që ka bërë lëvizja vetëvendosje për me zhblloku situatë? Jam shumë kurioze me ditë këto lloj pyetjesh a ja bëni partive opozitare dhe të pyesni nëse ata kanë vetëm një veprim të vetmin që shkojnë drejt zhbllokimit të situatës, sepse vazhdimisht të lutem po flas, pak respekt. Vazhdimisht keni tendencën ta sulmoni lëvizjen vetëvendosje, ndërkohë që as edhe një herë të vetme nuk e shpërfaqni faktin që lëvizja vetëvendosje në vazhdimsi përgjatë gjithë kësaj periudhe pak më shumë se një mujore ka bërë përpjekje që të nxirret situata për kësaj bllokade që është ardhur si rezultat i këtyre partive opozitare që janë pjesë të kuvendit. Pra, lëvizja vetëvendosje ka bërë në vazhdimsi veprime, por ne nuk mund të rrim gjatë gjithë kohës duke ju adresuar subjekteve politike cilat nuk reflektojnë për mënyrën se si po veprojnë për seanca të tëra radhazi tashmë dhe po vazhdojnë të mbajnë qëndrime të njëjta të pabazuara, të paargumentuara thjesht për kontribuar edhe më tej në procesin e bllokimit. Kështu që nuk është ideja tua them 3 veprime 48 orëshit të fundit, sepse ka më shumë se 3 veprime që janë bërë përgjatë gjithë kësaj periudhe mujore, për cilat ne vazhdimisht kemi folur, për cilat unë fola edhe pak më parë nëse më dëgjuat. Pra, lëvizja ka bërë vazhdimisht veprime për të kontribuar në zhbllokim të situatës që është krijuar tashmë në kuvend, por ama për të pasur një zhbllokim kërkohet reflektim prej partive që kanë krijuar këtë bllokadë. E një gjë të tillë unë dorën zemër nuk po e shoh.